I ka shit sallatët për vitrive që ki hek sali, ja? Marolla kanë qenë, po? Tash këto fidone treja për... Kur milën të salet tash? Ka gjysa e januarit, ftoft për sali. Me shka do t'i nëzesha, qësh do t'i shpështona. Tash edhe ka një foli jo qetë sal, po? Po, a? Ftoft edhe inshallah pështojnë. Tash jo qetë folijet, pasi sot ka me marrë, veç tash është ftoft. Nata ka me shku dhe minus 10, 12. Ftoft. Opa! Ato tjeret me sukses i kishit sal, po? Që 104 dime. Marolla? Marolla. Vesh suksese, inshallah pështojnë. E këtu teknika bujqësore. Dhomën ku i mjallisha, koftorin e ki. Këtu ku të bëhet me mjall, do të me pas temperaturën plus 10-15. Regullisht. Dhe më thona bujqësia që prej janarit veç fillojnë me punë, këto ka përgatit. Qëfar plej i ki qitë sali? Të pulles po dalohet glasa. Teknik hebat. Që këta dhe më thonë ky është guldon që e kem qujtë për para. E këta tash zvoni po përdojnë në Kosovë si lojë tërtaci. Tash nuk vonon shumë edhe kjo mbilet me fidone. Këta janë Mercedeset 508 që shumë familje krushtjone në komunë Trovecit i kanë përdorë. Janë një nga kamionët më të mirë. Kemi për Mercedesa 508 që edhe ata kthehen shune për kthesa. Tola edhe makinën e vogël e ka Mercedes. Ja dhe shtrimi i folis për mbrojtje nga ngricat. Kjo punë në mramja duhet mi vendos mëngjes mi hekt. Është rutinë deri sa të bëhen mi mbjallë. Plus tani në serë të madhe e njëjta procedurë deri sa të nxehen temperaturët. Është mbuluat edhe tjetëra, ju përshëndesim nga Krusha. Sot zemra
Bibrës. Ka një ditë dhe rritë. Hajde tash, hajde. Hajde, bravo.